diskutohet ndalen pakte e neni 242 kodit procedurës penale për pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, për diskutuar shkurtimisht dhe qartësisht për qytetarët që na ndjekin. Çfarë kemi sot dhe çfarë propozon Edi Rama, Partia Socialiste, ndryshimet që Unë nuk e kam parë propozimin, aktualisht... Ta lexoj? Ka nevojë që ta lexoj? Ja, pra, e kemi këtu. Pra, sot kemi, me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandeurit, plotësisht ose pjesërisht, veprimtarinë që lidhet me to. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Ndryshimi. Me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandeurit, plotësisht ose pjesërisht, veprimtarinë që lidhet me to. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral përfshirë Presidentin e Republikës, Kryeministrin, antarët e kabinetit qeveritar, avokatin e popullit, kreun e KLSH-s dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Pra është bërë më specifike duke përfshirë edhe avokatin e popullit, guvernatorin e Bankës. Përfshirja e presidentit njerë është një padituri e madhe juridike